Ëndra e familjes Trump për të pushtuar një ishull të virgjër në brigjet e Shqipërisë ka marrë fund të paktën për momentin. Projekti për resortin në ishullin e Sazanit, i udhëhequr nga dhëndri Donald Trump, Jared Kushner, ishte menduar të ishte një monument i shkëlqimit të kapitalit global, por u shndrua në një simbol të shkëputjes së skajshme midis një elite miliardere që ndihet pronare e botës dhe qytetarëve të zakonshëm që thjesht kërkojnë dinjitet. Ai që u quajt revolucioni flamingove nuk ishte thjesht një protestë mjedisore, por një klithmë kundër arrogancës së atyre që besojnë se çdo gjë, madje edhe një cop toke që u përket shqiptarëve, është në shitje. Ironia e gjithë kësaj historie qëndron në mënyrën se si Ivanka Trump e përshkroi zbulimin e Sazanit, ndërsa lundroni në jahtin gjigant Planet 9, çifti Kushner Trump pretendoi se e zbuloi ishullin ndërsa kishin ndaluar për të bërë not. Jo frazë thjesht përshkruan gjithçka që është e gabuar me klasën e miliarderëve, mendimi se pasuria u jep të drejtën të shkelin mbi histori, bunker ushtarak dhe ekosisteme të ndjeshme, thjesht sepse e gjende në një jaht luksoz. Në realitet ky projekt nuk ishte kurrë një nismë në shërbim të zhvillimit të shqiptarëve. Planet e shfaqura tregonin automjete autonome, komunitete të mbyllura dhe një resort në stilin e Atlantidet, ku vendasit në rastin më të mirë do të kishin fatin, punonin si shërbëtor. Nuk bëhej fjalë për zhvillim të qëndrueshëm, por për një shfrytëzim të pastër të pasurive kombëtare për të kënaqur egon dhe xhepat e një elite transnacionale. Shembja e një piramide prej letre. Nëse projekti u shem, kjo nuk ndodhi për shkak të ndonjë pendese morale, por për shkak të strukturës kalbur mbi të cilën ishte ndërtuar. Akuza për pastrim parash, operacione të dyshimta financiare të lidhura me Iranin dhe dokumentet falsifikuara osmane për blerjen e tokës nxorën në dritë një të vërtetë hidhur. Mbretërit e biznesit operojnë shpesh me metoda që i ngjajnë botës së krimit të organizuar. Fakti që toka në Zvërnec ishte e siguruar nëpërmjet dokumenteve të dyshimta është ndoshta ironia më e madhe e kësaj historie. Kushner, njeriu që predikonte investime legjitime, u gjeti lidhur me një rrjet që prokurorët i vunë shënjestër për pastrim parash. Dhe kjo është një skemë e njohur. Bosët e mëdhenj preken rrallë për krimet e tyre strukturore ndaj shoqërisë, ata rrëzohen vetëm kur palishmëria e dokumenteve dhe mashtrimeve bëhet e pamundur për të shpërfillur. Luftë klasash globale. Sazani është mikrokosmos i një lufte shumë të gjerë. Në botën e vitit 2026 kemi një ndarje të thellë. Nga njëra anë një pakicë që jeton mes botoksit dhe jahteve në Arktik duke lundruar mes krizave globale pa u prekur fare, ndërsa në anën tjetër është pjesa dërmuese e popullsisë që lufton për kujdes shëndetësor, për një shtëpi modeste dhe për një jetë pa frikën e shkatrimit të mjedisit. Canon dhe mbështetësit e lëvizjes MAGA dikur paralajmëronin kundër një elite bankare globale, kundër Rothschildëve dhe ndikimit të tyre. Sot është tragjikomike të shohësh se si vetë rreth Trumpit po përdor pikërisht ato taktika që dikur kritikonte, manipulimin e treggjeve financiare, përfitimin nga konfliktet gjeopolitike dhe shfrytëzimin e pasurisë për të kontrolluar burime strategjike. Pra ata nuk janë shpëtimtarët nga elitat, përkundrazi janë elita më e pacip, ajo që i bën gjërat hapur pa u skuqur nga turpi. Mesazhi që na dhanë shqiptarët, suksesi i protestuesve në Shqipëri, të cilët arritën ta ndalin këtë makineri për muaj me radhë, është një mësim për të gjithë ne. Ai tregon se sado i madh të jetë jahti, sado e madhe të jetë pasuria dhe sado e fuqishme të jetë mbështetja politike, pronarët e botës nuk mund të blejnë gjithçka. Populli ka fuqinë për të thënë jo. Kushner, Trump dhe miqtë e tyre të privilegjuar si Rothschildët mund të vazhdojnë të lundrojnë nëpërmes dhe, duke u përpjekur të shfrytëzojnë çdo centimetër tokë për fitim personal. Por ata nuk janë më të mirë pritur në Sazan. Ky episod shërben si një kujtesë e fortë se ne njerëzit e thjesht nuk jemi miliarderë të përkohshëm të falimentuar, siç shpresojnë ata që ne të mendojmë. Shumica dërmuese prej nesh nuk do të bëhen kurrë pronar të një jahti 80 metra dhe për më tepër nuk kemi nevojë për të qenë njerëz të plotësuar. Lufta për Sazanin ishte një betejë për dinjitetin njerëzor kundër babzisë dhe për këtë herë fituesi ishte i qartë. Populli foli dhe ëndra e resortit familjes Trump u fundos, ashtu i takon një ndërmarrje të bazuar mbi gënjeshtra dhe shfrytëzim. Kjo është një histori që duhet ta mbajmë mend në një botë mbi zotruar nga kriminal me jaka të bardha. Reagimi qytetar mbetet arma më e fortë kundër çdo abuzimi, shkroi Dave Neal.